Ritmi i zhvillimit vazhdon të jetë i ulët dhe papunësia e lartë në bashkitë e vogla në veri të Shqipërisë, megjithëse në territoret që ato administrojnë ka burime të shumta natyrore dhe njerëzore. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte në bashkinë Vau i Dejës në zonën mes Shkodrës dhe Pukës, ku përgatiti një kronik. Vendosur në zonën mes Shkodrës dhe Pukës, bashkia Vau të Dejës është një nga njësitë vendore të qarkut të Shkodrës me burime të shumta natyrore dhe njerëzore. Në territorin e saj janë hidrocentrali Vau të Dejës, stacioni hekurolor i mjedës, si edhe pasuri të shumta minerare. Megjithatë, ato kanë patur ndikim të vogël në ekonominë e bashkisë së Vau të Dejës, e cila vazhdon të jetë një nga zonat më problematike në veri të Shqipërisë për shkak të nivelit të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Kryetari i kësaj bashkie, Gjon Marku, thosë se më shumë se 30% e familjeve trajtohen me ndihmë ekonomike nga shteti, kjo për shkak të nivelit të lartë të varfërisë. Sepse këtu janë njerëz që nuk kanë tokë, nuk kanë vend ku me moj bakti dhe nuk ka punë. Për këtë kemi shumë familje në asistencë, për shembull në 1300 familje që ekzistojnë në Laç Vaudesit, në qytetin e Laçit, në asistencë janë rreth 400 familje. Këtu jetojnë në për barake ndërtu me qysh në vitin 67 që janë të metur nga hidrocentrali Vaudesit, ku ato një pjesë e tyne, jo një pjesë, por shumica tyne janë të mbuluar me eternit, e cila është edhe burim smunjesh. Ne kemi bërë disa herë për pjekjet tona për me ndërru këtë mules, por s'kemi gjetë ala donacione ose fonde për me bo. Sepse janë 25.000 metra katror eternite, ku afërsisht fondi për zëvendësimin e tyne është 1 milion e gjysmë euro. Hidrocentrali Vau të Dejës, një nga 3 hidrocentralet kryesore të Shqipërisë, gjendet vetëm 300 metër nga qendra e bashkisë, por me përjashtim të një numri të vogël banorësh që janë punësuar në këtë hidrocentral, bashkia nuk arrin të përfitojë asgjë nga ky prodhuesi malli i energjisë elektrike. Ndërsa stacioni hekurolor i mjedës është thuajse i shkatruar dhe pa ndonjë ndikim në ekonominë e kësaj zone, ashtu siç janë dhe minierat e braktisura prej vitesh. Ndërkohë, sipas kryetarit Marku, banorët e disa fshatrave vazhdojnë prej vitesh të jenë në konflikt për shkak të ndarjes së tokës bujqësore, gjë që i ka shtyrë disa herë edhe në protesta. Në disa fshatra kemi probleme, sidomos me fshatin Naraç, ku Hajmeli, një komunë të afër na e ka zaptuar një pjesë të tokës, kjo ka një problem rreth 20 vite. Mendojmë që me një mirë kuptim politik, me një mirë kuptim komunitetet dhe me marrjen seriozisht të qeverisë, kjo do të zgjidhet. Kryetari i Bashkisë së Vau të Dejës thotë se administrata bashkiake ka përcaktuar si rrugë të mundshme zhvillimi riaktivizimin e pasurive turistike të zonës, të tilla si monumentet e shumta kulturore, burimet natyrore që shijohen përmes liçenit të Vau të Dejës, si dhe katedralja Nën Terezës, e vetmja katedrale e këtij lloji në Shqipëri, e cila vazhdon të tërheqë vizitorë të shumtë. Për Zërin e Amerikës, nga Vau Dejës, Plum Sulo.